Armiku më i madh i Shqipërisë është korrupsioni. Armiku më i madh i Shqipërisë është ai i cili për hir të karrigës minon procesin e integrimit. Me qenë se një farë mënyre jam një lloj memorie parlamentarizmit, po kujtoj kolegëve të mi se Shqipëria do kishte qenë krejt tjetër në procesin e integrimit, nëse kryetari juaj në 2013 nuk do kishte refuzuar votimin e 3 ligjeve të famshme që i kërkonte Brukseli. Dëgjova se ato që ishin përpara nuk kishin futur Shqipërinë asnjë tryez. Është e pabesueshme në fakt të dëgjosh fraza të tilla. Kush e futi Shqipërinë në NATO? Kush i liberalizoi vizat shqiptarëve? Kush firmosi stabilizim asociimi? Kush e futi Shqipërinë në Këshillin e Evropës? Kush e futi Shqipërinë në OSBE? Është një histori përpjekjesh titanike në fakt për të reformuar çdo gjë, së pari në mendjen tonë dhe pastaj në realitetin shqiptar dhe institucionet shqiptare, jetën politike, ekonomike, shtetërore të vendit. Ka ca vite që nuk punohet më për shtetin, punohet vetëm për pushtetin. A mund të më thoni ju mu, pse ne Shqipëria vetëm kemi hapur kapitujt nërkohë që Mali i Zi i ka mbyllur ato, apo po i mbyll ato? Mali i Zi ka mbyllur shumë kapituj. Pse ai është para nesh dhe ne jemi mrapa? Më kujtohet vite përpara, kur ju votonit kundra 3 ligjeve, erdhi ministri i jashtëm i Mali i Zi dhe ka ardhur në zyrat tona dhe na ka kërku që ta mbështesnim Malin e Zi në votimin që bëhen në vendet nacionale të Bashkimit Evropian për proceset e stabilizim asociimit. Cila është ajo arsye që ne jemi kaq mrapa Malit të Zi kur ne ishim aq para Malit të Zi? Ja doja themon, kohët e fundit dhe kjo është arsyeja kryesore në fakt, shumë media flasin për Shqipërinë dhe flasin kryesisht për problemin e korrupsionit. Por korrupsioni nuk është thjesht vjedhje. Korrupsioni është minimi i shtetit. Dhe pa shtet, harrojeni se ka integrim. Por pa shtet nuk ka një jetë as ekonomike, as politike. Ju doni të bëni reformën në shërbimit jashtëm. Fjali e bukur edhe kja. Po do ju lutesha për një gjë. Ka mundësi që nga përfaqësitë tuaja në përbot të hiqni motrat e vëllezërit e grupeve kriminale që keni futur aty. Fillojeni ti kjo se nuk ka nevojë për ndryshime ligjore. Edhe një farë mënyre ne e pastrojmë të paktën fasadën, me qenë se ju punoni shumë me fasadën. Vetë dita sotme dhe të gjitha projektet që ju keni fut në rendin e disë, në kalendarin dhe në programin e parlamentit, janë e kundërta asaj që kërkon procesi i integrimit. Ju harroni se ka momente në historinë e një pushteti dhe çdo pushteti në fakt, që kur ai rrezikohet, harron në 99% të mendoj për shtetin, por mendon vetëm për pushtetin e tij. E vërteta është se kjo ka ndodhur gjatë gjithë këtyre viteve me pushtetin tuaj. Kjo që po bëni me ligjet që keni sjell për akshin, për parqet, për doranën, për ligjin për investime strategjike, për ndryshimet e kodit procedurës penale, në fakt, është kirurgji ligjore për të hequr gjurmët e krimit nga trupi i pushtetit. Është një lloj si të kapësh hajdutin flagrancë dhe ai në vend që të dorëzohet, ndryshon kodin penal, kodin e procedurë penale, për të shpallur vjedhjen si një keq kuptim administrativ. Kjo ngjan me praktikat e regjimeve ku mafia nuk fshihet në errësirë, por ulet në bankat e parlamentit dhe voton vetë pafajësinë e saj. Si në vende ku ligji nuk është më mur mbrojtës për qytetarët, por perde tymi për të fortët. Kur ndryshohet ligji për shpëtu pushtetarët nga burgu, shteti kthehet në fakt në bunker.
Kur rishkruhet përgjegjësia penale për të bërë më e favorshme, drejtësia shndërrohet në një ascensor privat për ata që kanë pushtetin. Kjo është si të djegësh arkivin për të shpejtuar fajtorët, por me një dallim. Këta nuk po djegin dokumentet, po djegun vetë rregullat e shtetit ligjor dhe të mirëqeverisjes. Dhe pastaj, kur mafia ka frikë nga drejtësia, ajo nuk arratiset. Ajo ndryshon ligjin, siç do ta ndryshoni sot. Dhe kjo është e frikshme, miq, sepse këtu nuk kemi më përplasje politike midis nesh. Kemi një deformim të thellë e të rrezikshëm të shtetit vetë. Kur një pushtet ndryshon kodin penal apo atë procedurës penale dhe ligjet ekonomike, jo për interes publik, por për shpëtu veten nga përgjegjësia, kjo ka humbur vlerën e fjalës qeverisje. Ajo është një strukturë që sidhe si një organizat e mbyllur që përdor parlamentin thjesht si një noter të interesave të veta. Nëse ligji preket për të zbutur ose zhdukur përgjegjësi që rëndojnë me ish ministra Krifsa apo ministrat aktual, apo vete Edi Ramën, se në fakt ky është, dhe mund nga njëherë më duket sikur i sulmojmë më shumë se duhet gratë e qeverisë, sepse ato thjesht kanë zbatuar urdhra, ata janë për të përgjigjur para drejtësisë, po ai që i ka urdhëruar ato dhe i ka keq përdor, ata është vetë kryeministri. Atëherë kjo është një tentativë më rrezikshme të kthehet superkorrupsioni në normalitet juridik. Ja këtu jemi. Është e frikshme sepse nuk po fshihen më gjurmë, por po ndryshohet përkufizimi i fajit. Nuk po shmanget ligji, po rishkruhet që të mos quhet më shkelje ajo që dje ishte krim. Kur pushteti fillon të ndryshojë ligjin për shpëtuar hetimeve, ai nuk është qeveri. Është regjim që mbron veten nga drejtësia dhe kjo është një vijë e errët për çdo demokraci. Me ndryshimet në kodin e procedurës penale dhe ligjin për qeverisjen elektronike, pushteti mbron vetveten, jo shteti, me përjashtime fiskale selektive, me fonde publike të përqendruara, me gara të zhdukura, me demokraci që kthehet në fasadë se s'ka zgjedhje dhe qytetari vetë kthehet thjesht në viktim. Ligji, me qenë si jemi ligjvënës, nuk përdoret për barazi, por për të legjitimuar abuzimin, dhe kjo është mafje me ligj. Zonja dhe zotëri, historia nuk do të falë ato që përdorin ligjin për të shmangur përgjegjësinë, por qytetari i lirë dhe shoqëria kërkon ndryshimin sepse janë më të fortë. Dhe ato dorëzojnë ato politikanë që mendojnë se janë më të mëdhej se sa kushtetuta, janë më të mëdhej se ligji dhe janë më të mëdhej se sa të vërtetat. Dhe pikërisht sot, kur drejtuesit kryesor të Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit janë në arrest dhe institucioni është në nënhetim nga struktura posaçme antikorrupsionit, transformimi i saj në SHA jo vetëm që nuk është reform, por është një përpjekje për të mbuluar përgjegjësinë, për të përqendruar fondet, për të eliminuar gare. Qindra milion euro të publikut nuk mund të shpërndahen sipas kapriçove të palëve, duke shndruar ligjin në instrument favorizimi. Kur tendrat zhduken dhe vendimet merren pa transparencë, fjala abuzim është në fakt krejt e vogël. Kjo nuk është administrat, është pushtet që sillet si pronar i shtetit. Me ndryshimet në kodin e procedurës dhe ligjin për qeverisjen elektronike, ju po ndërtoni mburojën tuaj. Ajo që ka dalë në dritë për akshin nuk është thjesht aferë. Është errësirë institucionale. Kur drejtuesit janë në arrest dhe kur flitet për intimidim brutal ndaj biznesit, fjala abuzim bëhet edhe më e vogël. Dhe kjo është një histori e zezë e pushtetit që sillet më keq se sa si pronar. Tani kërkojmë ta kthejmë akshin në shoqëri aksionare. Pse? Sepse kur gara zhduket, milionat ndahen më lehtë. Kur kontrolli parlamentar dobësohet dhe vendimarrja përqendrohet, forma juridike bëhet thjesht mask. Ndryshimi i tabelës nuk lan katët, jo, përkundrazi, i thedhon dyshimet se po ndërtohet një sistem
ku fondet publike administrohen pagar Ta përfundoj fjalin. nga llogaridhënia. Zonja dhe zotri, kjo është Shqipëria që po na afrohet sot, pushtet që mbron vetveten, jo qytetarin. Por unë zgjedh të jem në anën e Republikës, të parlamentarizmit, të transparencës dhe të mirë qeverisjes. Historia e ertë e pushtetit nuk mund të fshihet as me ligje, as me ndryshime. Kur friga zëvendëson drejtsinë dhe transparenca zhduket në favor të pakëve, Republika është në rrezik. Dhe unë them me bindje, nuk ka ligj që mund ta mbrojë paprekshmërinë e një individi kundër drejtësisë. Demokracia fillon vetëm kur qytetari bëhet më i madh se frika dhe sot është koha që kjo të ndodhë. Ndaj dhe ftojmë të gjithë nesër me 20 shkurt në protestë kundër korrupsionit për rivendosjen e shtetit dhe të Republikës. Faleminderit, zona ministre, keni kërkuar fjalën. E dëgjoj shumë shpesh krahasimin e Shqipërisë me